Plani I ri urbanistik I kryeqytetit pritet të vërë fren ndërtimeve kaotike në Tiranë, të cilat në vitet e fundit janë bërë pa kriter. Kryetari I Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka prezantuar publikisht draftin e parë të vizionit dhe strategjisë së planit urbanistik, duke thënë se ky nuk është plani I ndërtimeve. Ky nuk është plani I lejeve të ndërtimit. Ashtu si gabimisht të gjithë planet vendore në shumë bashki të Shqipërisë janë trajtuar si një instrument mbi të cilat ne do japim leje të ndërtimit për 10, 15 apo 20 investitorë që bërtasin më shumë, që kanë kontroll në media, që njohin politikanët, që janë në paradhomat e çdo pushtetari. Nuk është kjo. Sigurisht, nuk po them që në Tiranë nuk do të ndërtohet. Ndërtesa si kjo ku jemi këtu sot, apo investime të tjera gjithmonë do ketë, absolutisht. Por është mirë që të vendosim kalin përpara karrocës, dhe jo karrocën përpara kalit. Dhe në këtë rast, plani I përgjithshëm vendor është harta, është ajo që Stefan e quan atlasi, pra fillojmë me një fresko, pastaj vazhdojmë me një atlas, për të parë se si do të zhvillohet qyteti nga ana ekonomike, për të parë si do të zhvillohet qyteti nga ana sociale, për të parë si do të zhvillohet qyteti për çështjet mjedisit. Kryebashki Ako Veliaj tha se ky plan do të konsultohet me grupat e interesit dhe me qytetarët dhe më pas në fund të verës do të fillojë procedurat për të kaluar në Këshillin Bashkiak e mëtej në Këshillin Kombëtar të Territorit. Do të mbajmë një kontakt konstant me njerëzit që na japin feedback nga terreni. Kështu që pasi të kaloj këtë filtr, ne do të bëjmë këto diskutime përveç se me profesionistët, edhe me qytetarët në 24 njësitë e Tiranës, do të marrim atë feedback dhe pastaj në fund të verës ne do të fillojmë të gjithë procedurat për të kaluar planin urbanistik me vota në Këshillin Bashkiak, pastaj në KKT, edhe besoj që Tirana, pavarësisht se qyteti më I madh dhe problematik, do të jetë qyteti I parë që e kalon procesin e planit përgjithshëm vendor në një kohë rekord. Veliaj dha garancinë se pavarësisht pushimeve, Bashkia e Tiranës do të punojë gjatë gjithë verës për realizimin e projekteve të saj.